Kruja sot vuan nga shpopullimi. Kjo nuk ka të bëjë me lëvizje të lirë. Kjo është një agjendë e pastër për shpopullimin e Shqipërisë. Malësia e Krujës, një nga zonat më të goditura, sipas censusit të Ramës, 48% e shpopulluar, sipas meje dhe dhënave që kam alternative, me shkollën e Mafsheqit mbyllur, me shkollën e Cullizallës mbyllur, mbi 65% kanë ikur, sepse nuk kanë shkolla, nuk kanë shërbim shëndetësor, nuk kanë infrastrukturë. 100 metra nga kalaja Krujës, një lagje shumë e famshme e Krujës, lagja Berbere, dikur me 300 fëmijë, sot është mbyllur shkolla, është mbyllur dhe kopshti. Nuk po flasim për zonat thella, si ju fola për Malsin, 100 metra nga kalaja Krujës. Kruja sot me 3 klasa në gjimnaz, ndërkohë ka pasur 7 klasa paralele. Kini parasysh që i kanë heq hipotekën, gjykatat, prokurorin, adisën, çdo lloj institucioni, stadiumi Krujës dhe krenaria Kastrioti, një nga ekipet më elitare të futbollit shqiptar, dërgjet sot dhe nuk ka një fushë ku të luaj. Aty hedhin qenë rrugës dhe materialet inerte në stadiumin e Krujës. Pra kjo është Kruja dhe ka dhe i plak tjetër që banorët më kanë kërkuar kur bëra anoncimin që do jem tek ti, që ta them këtë studio, është drama e madhe me tërmetet. Po, qeveria shqiptare i ka ndërtuar shtëpitë, edhe pse ka ndërtuar 52 shtëpi mangut dhe nuk i ka llogaritur, sot e kësaj dite banorët nuk e kanë marrë çelcat e shtëpive. Ka shkuar kryeministri, ja dha çelcat, mbaroi regjia dhe u mbori çelcat mbrapsh. Kanë 2 vite që i paguajnë paratë e bonusit qeras me paratë veta, që do të thotë, nuk kanë hyrë sot e kësaj dite në përshpia dhe thirrja e tyre është kur do hymne në përshpia. Por nuk mund t'i bëhet atyre një pyetje direkte për këtë pyetje shumë të rëndësishme që merren ato. Si ishte pyetja e tyre? Kur do hymne në përshpia? Me pyetjen, ku do t'ja jepni vot?